në Tiranë. Nga ky shesh që është sheshi i besimit, sheshi i fitoreve të mëdha, për të bërë bashk me çdo shqiptar që tashmë e ka bërë zgjedhjen, ka zgjedhur të ecë përpara me krenari dhe vizion europian. Këto 30 ditë që kemi përpara nuk janë thjesht 30 ditë fushate. Janë 30 ditë vendimtare për të vullosur një zgjedhje që ka nisur prej kohësh, që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, që puna të mos ndalet, që progresi të bëhet i pathyeshëm. Tirana është shëmbëltyra e këtij transformimi. Fal vizionit dhe punës së Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Kudo, në çdo cep të Tiranës ndihet ndryshimi. Nga stirin kombinat, nga lëpraka të Alidemi, nga braka në porcelan, nga Algaza në Kinostudio, nga Pazari i Ri në Selit, nga Sauku në Petrel 5 Vaqar, nga Shëngjergjin Zallbastar, Kashar, Zallher, Fark. Tirana është motori i zhvillimit të një Shqipërie që punon dhe nuk ndalet. Nga piramida, që sot është simboli i teknologjisë dhe inovacionit për të rinjt. Tek zona e liçenit një super park, nga shkollat e reja, kopshtet, qerdet, nga lagjet e reja, rrugët dhe sheshet, Tirana e sotme është simboli i transformimit për të vijuar me punët e mira. Na duhet që të vijojmë, të mbështesim Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, 30 ditë për një zgjedhje, 30 ditë për numrin 5 për Edi Ramën, për Partinë Socialiste. Fitore! Përshëndetje nga ky shesh dhe